Federata Shqiptare e Futbollit zhvilloi një takim me përfaqësuesit e klubeve të A Business Superiore në kuadër të programit Klubi në Komunitet. Gjatë takimit, përfaqësuesit e federatës prezantuan objektiva dhe drejtimet kryesore të programit, duke vënë theksin te rëndësia e krijimit të marrëdhënieve më të qëndrueshme mes klubeve dhe komuniteteve lokale. Programi synon që të mbështesë klubet në zhvillimin e aktiviteteve që afrojnë futbollin me tifozët, familjet, të rinj dhe institucionet e ndryshme në zonat ku ato ushtrojnë aktivitetin e tyre. Pjesë e diskutimeve ishin edhe mundësitë bashkëpunimin ndërmjet Federatës Shqiptare të Futbollit dhe klubeve për zbatimin e nismave konkrete komunitare gjatë sezonit sportiv, si dhe shkëmbimi i ideve për projekte që kontribuojnë në rritjen e pjesëmarrjes së tifozëve dhe forcimin e identitetit të klubeve. Programi Klubi në Komunitet synon të fuqizojë rolin e klubeve si aktor të rëndësishëm në jetën sociale të komuniteteve, duke krijuar ura më të forta komunikimi me publikun dhe duke promovuar vlerat pozitive të futbollit. Përmes kësaj nisme, Federata Shqiptare e Futbollit vijon të mbështesë zhvillimin e qëndrueshëm të klubeve shqiptare, duke afruar futbollin gjithnjë më shumë me komunitetin.